Mirë, do të flasim për sezonin veror, për turizmin në tërësi, në lidhje drejt për drejt. Kam zotin Luan Dervishaj. Zoti Dervishaj, përshëndes, faleminderit. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Tani, synimi i qeverisë Rama është forcimi i pozitave të Shqipërisë në këtë treg, le të themi, me çka mund të ofrojnë përsa i përket detit edhe malit. Në bilancet e qeverisë gjithmonë flitet për një numër të shtuar turistësh. Përtej këtij numri, i cili në fakt interpretohet në forma nga më të ndryshmet, a kemi ecur përpara gjatë këtyre viteve në optikën tënde? A kemi ende problematika shumë të rëndësishme të cilat duhet t'i adresojmë për të bërë progres, ndoshta edhe më të fortë, edhe më të mirë? Ne kuptohet me kalimin e viteve, turizmi luan një rol më të rëndësishëm në ekonominë e vendit, nëse do flasim për disa dimensione ose veçori të turizmit, është një sektor ekonomik që është i shpërndam në territor, që do të thotë turizmi zhvillohet edhe në zonat bregdetare, në qytetet bregdetare, edhe për sa i përket atraksioneve kulturore dhe natyrore të shpërndam në territorin e Shqipërisë në për qytetet të ndryshme dhe po kështu edhe në zona rurale për sa i përket interesit të turistëve për të eksploruar domethënë pasuritë natyrore dhe rurale. Dhe ky është një aspekt me rëndësi i turizmit. Aspekt tjetër është efekti sinxhir në sektor të tjerë të ekonomisë që furnizojnë turizmin. Rroll parë domethënë ne gjithmonë flasim për mundësinë e aktivizimit të produkteve domethënë shqiptare, qoftë të bujqësisë, po edhe produkte të tjera që furnizojnë shërbime turistike dhe po kështu edhe tek punësimi. Kjo është pak a shumë domethënë ajo që krijon interesin publik ose interesin e gjerë për dinamikën dhe zhvillimin e tij. Për sa i përket nëse mund ta quajmë marrëdhënies me tregun turistik dhe ofertat turistike, kuptohet që mas pandemisë ne kemi një hovë ose zhvillim në përgjithësi në nivel global të flukseve turistike botërore, qoftë për të rikuperuar ato mungesat e izolimit një periudhë të caktuar, por ndoshta edhe me sjellje të ndryshme të turistave që qoftë edhe turistët e vendit në Shqipëri, kemi gjithnjë më tepër lëvizje më të shpeshta dhe në shumë destinacione dhe në këtë kuadër edhe Shqipëria ka përfituar si një destinacion akoma për të zbuluar qoftë edhe në pjesën e Europës dhe padyshim edhe në aspektin e pasjes paktën deri tani edhe krijimit edhe një imazhi me çmime më të lira në raport me destinacionet e konsoliduara europiane dhe kjo është pak a shumë domethënë ajo se çfarë ne kemi munduar të perceptojmë edhe në vitet e fundit për sa i përket flukseve turistike. Por tek kësaj domethënë turizmi është një ekonomi ose sistem ekonomik kompleks, qoftë për këto veçori që përmenda dhe domethënë të gjitha ato analizat, vlerësimet që bëhen sipërfaqësore dhe ndoshta pak edhe populiste, qoftë për sa i përket statistikave ose optimistit që krijohet në përgjithësi domethënë me këto domethënë shifrat e turizmit, ndoshta këto lloj analizash dhe interpretimesh shpeshherë çojnë pastaj edhe në konkluzione dhe vendimarrje të gabuara për sa i përket asaj se çfarë ne duhet të bëjmë me të gjitha ato problematikën e turizmit. Nëse do flasim për këtë vit, nëse do ta krahasojmë 2 vitet e fundit, ne kemi pasur një fluks rritje të paktën hyrjes në kufi të turistëve ndërkombëtar në nivele po themi rreth 20%, pastaj 15%, por fakti është që nga kurriku i vitit kaluar deri tani kemi një rritje më të moderuar që në total dhe në mesatare shkon rreth 4% mujore, e cila domethënë pavarësisht se mund të quhet pozitive, nuk për një destinacion që është nëse më thënë në rritje sipër, por nuk quhet destinacion i maturuar, mund të pritet më tepër. Dhe nga këtu fillon pastaj edhe diskutimi i asaj se ne duhet të monitorojmë të gjithë zhvillimet në turizëm për të trajtuar pastaj domethënë problematikën në funksion një të marrjes më të mirë së turizmit në atë që më thënë qëndrueshmërinë e tij që ka të bëjë me përfitimin sa më të madh ekonomik në nivel komunitar në të gjithë komunitetet e turizmit në sistemin ekonomik, por njëkohësisht
edhe duke mos dëmtu ambientin dhe të ketë një mundësi dhe vazhdimësie ekonomike në vazhdimësi dhe të mos jemi pastaj në situata ku mund ketë pastaj rënje të tregut. Nga pikpamja e tregjeve, shifet që Kosova ka pas luhatje ose një ulje gjatë një vitit fundit, një arsye, por jo vetëm, ka qenë mundësia për të lëvizur edhe në destinacionet e tjera, por të paktën nga pikpamja statistikore dhe nga prekshmëria kjo ka qenë më evidente. Kemi disa tregje europiane që mund të quajmë që kanë rritje të këndshme, siç mund të jenë ndoshta Gjermania dhe Franca, por ndoshta një ngadalësim në rritje nga tregjet e Europës Lindore, të cilat ato përdorin edhe sezonin veror për pushimet e Bregdetit në paketa në grup, dhe faktikisht Bregdeti në përgjithësi, siç perceptohet nga shumë kush, ka gjithmonë problematika që vijnë nga ambienti i jashtëm, nga infrastruktura, pra kemi një bashkëjetesë e cila është e pamundur për turizmin, për sa i përket performancës midis ndërtimeve dhe zhurmave dhe problemeve, cedimeve në infrastrukturë në raport me atë se çfarë kërkon turizmi i Bregdetit, që kërkon ndoshta zero defekte, nëse mund ta quajmë, për turistët që kërkojnë me të vërtetë të pushojnë në Bregdet, dhe këto kanë qenë edhe disa problematika që janë evidentuar edhe nga operator turistik, që faktikisht janë çështje sistemi dhe nuk mund të zgjidhen dhe nuk mund të diskutohen siç ne shpeshherë në Shqipëri diskutojmë në nivele aksionesh, nivele aksione pastrimish apo masa sezonale, janë pastaj që duhet ta perceptojmë sistemin ekonomik të turizmit me shumë seriozitet dhe me një analiza mjaft të mira ose me baza reale. Pra, në përgjithësi këto diskutimet ndoshta